Jam në studio me kandidatin tjetër për Dibrën, Ilinan Fetahu nga Aleanca Kombëtare për Integrim. Mirë se vini në Alsat. Mirë se u gjeta, faleminderit për ftesë. Do të flasim pak si fillim në Dibër, para se të flasim për problemet lokale. Do të flasim pak për atë që paraqet problem real të Dibrës, që është emigrimi apo ikja e të rive nga Dibra. Sigurisht në planin tuaj 4 vjeçar keni paraqur ndonjë mekanizëm, ndonjë formë se si ta parandaloni këtë gjë. A mund të na shpjegoni në pika të shkurtra se cili është ajo? Po, emigrimi është një plagë e hapur, jo vetëm në Dibër, por në të gjithë territorin e Maqedonisë Perëndimore. Dhe ne para se të gjejmë zgjidhje për këtë fenomen negativ në shoqërinë tonë, ne duhet të përcaktojmë cilët janë faktorët të cilët sjellin emigrimin e të rive. Dhe një prej faktorëve kyç është diskriminimi etnik që është bërë në kontinuitet. Ne kemi parë kohët e fundit që se si shqiptarët nuk përfillen në për institucione shtetërore, duke mos u lejuar të rive të inkuadrohen në këto institucione dhe të ndërtojnë karrierën e tyre. Një faktor kyç tjetër është edhe stabiliteti ekonomik. Maqedonia është duke ecur me hapa shumë të ngadaltë në këtë sferë. Jemi një nga rajonet që ka zhvillim më të vogël ekonomik, por edhe një prej shteteve e cila është me inflacionin më të lartë në rajon, diku 5%. Sigurisht që është krijuar edhe një klimë shumë e ashpër ndaj bizneseve. Këtu po përmend një fakt që Dibra gjithmonë ka pasur rritje sa i takon sipërmarrjeve të vogla, diku në 10 vjeçarin e fundit kemi pasur 417 sipërmarrje të vogla, kurse vetëm për 9 muajt e fundit kemi gati 35 prej bizneseve janë të mbyllura. Domethënë ky kontinuitet i cili ka qenë në 10 vjeçarin e fundit tani po zbehet. Çfarë neve duhet të bëjmë si komunë që të parandalojmë këtë emigrim të rive kryesisht? Para është ne duhet të krijojmë mundësi për punësime. Zakonisht është krijuar një perceptim se të rinjtë vetëm duhet të punësohen në administratën lokale, por qëllimi është që neve të krijojmë biznese të reja në qytet me qëllim që të rinjtë të gjejnë mundësi edhe punësimi në këto institucione. Për këtë arsye ne kemi krijuar një blok i cili do jetë i destinuar vetëm për sipërmarrjet e mëdha, ata të cilët sjellin master plan duke para pa edhe punësimin e të rive ndër moshën 30 vjeçare. Kjo do jetë ekskluzive vetëm për sipërmarrjet të cilët premtojnë që i do kenë mbi 20 të punësuar. Ti marrim gjërat një nga një. Si punësimin e të rive, si projektet e rëndësishme për Dibrën, duke filluar nga gjërat një nga një. Në Dibër ka një problem që quhet partizimi i institucioneve ndër vite. Dhe kjo a mund të jetë një ndër faktorët që i ka motivuar dibranët të ikin dhe çfarë do të bëni ju për të departizuar institucionet dhe për të punësuar të rinjtë? E para, sa i takon partizimit të institucione, unë mendoj se ne kemi premtuar edhe në program që do jemi transparent. Domethënë të gjitha ato konkurse sa i takon në institucionet publike apo institucionet arsimore do jenë konkurse të hapura për të gjithë, ku do vlerësohet maksimalisht ai i cili ka notën mesatare më të madhe. Këtu ka edhe një defekt ligjor sa i takon për shkak se u lejon shpesh herë bartëse të institucioneve kryesisht drejtorëve të përzgjedhin 3 muaj dhe pastaj nuk konkuron asnjëri. Pra duhet të hiqet ky ligj që më njëherë të fillon sa herë që kemi një hapësirë të zbrazur në institucion kryesisht arsimor, direkt të kalohet në konkurs dhe të zgjidhet më i mirë. E në këtë drejtim mbështetja e të rinjve në hapjen e bizneseve të reja. Sigurisht është në programin tuaj politik. Do të di se çfarë do të bëni ju për të mbështetur të rinjt për bizneset e reja. Dibra ka jo pak biznese, megjithatë ka potencial edhe për më shumë biznese. Po, thash që nga 2011 deri në vitin 2023 në kontinuitet është rritur numri i bizneseve dhe kemi pasur diversitet në biznese, domethënë nuk kemi pasur një profil kryesisht, supozojmë industria e ndërtimit, por tani së fundmi fillon edhe industria turistike, ajo hotelerike. Ne parashojmë që brenda në komunë të formojmë organizatën rinore, një organizatë e cila do merret me projekte ku të rinjtë do mund të kyçen edhe si koordinator të projekteve që janë në dobi të qytetit dhe të shoqërisë, por edhe me formimin e startupeve ku neve do i mbështesim maksimalisht. Dua pak të pyes për infrastrukturën në Dibër që është jo pak e rëndësishme për qytetarët e Dibrës dhe që kërkojnë
edhe hyrje në Dibër, edhe disa pjesë të qytetit. Çfarë keni para pa në pranë programin tuaj? Tash të fundmi janë bërë disa investime në infrastrukturë, kryesisht në disa rrugë të cilët, për shembull rruga 1 Maj apo rruga Petrit Bomova. Dibra ka nevojë edhe për disa aorta të reja rrugore, siç është e cila do jepte hapësirë zhvillimit pjesës kodrinore të qytetit. Domethënë ne parashojmë një rrugë të re e cila do lidhte pjesën e rrethotullimit të komuna me pjesën kodrinore të qytetit. Kjo jo vetëm do mundsonte lehtësimin e trafikut, por edhe ardhen sa më shpejt të asaj zone në qytet, por do jepte edhe një mundësi edhe pjesës kodrinore që të zhvillohet. Një rrugë tjetër e aortë tjetër e cila neve parashojmë në program është edhe rruga nga banesat që i themi ne te Kodra e Liçenit deri te rruga Struk Dibër, ku parashojmë edhe ndërtimin e një lagje të re dhe kjo pastaj do mundsonte qasje më të lehtë të gjitha asaj zone në qytet. Domethënë këto janë dy rrugë të cilat ne i shohim si rrugë të reja. Sigurisht që Dibra në thirrjen e fundit të qeverisë ka fituar diku ke 22 projekte të cilat kryesisht janë në infrastrukturë rrugore. Shpesh herë kur raportojmë për Dibrën, ka disa qytetarë që ankohen për ujin e peshëm, sidomos ato nëpër zonat rurale. Çfarë keni paraparë ju në këtë drejtim? Po, me ujin e peshëm kemi problem si në zona rurale, kryesisht në disa fshatra, në fshatin Gjepish dhe Utishan, po uji i peshëm është probleme edhe në qytet. Ne kemi detektuar problemet, se cilat janë probleme dhe pastaj do hap pas hapi do i zgjidhim sipas rënditjes. Diku në kohën e kryetarit Argëtim Fida është bërë një projekt suedez me sa di unë ka qenë edhe cili ka listuar se si do duhet të zgjidhet ky problem dhe di janë problemet kiq, rrjeti i cili sjell humbje të mëdha të ujit dhe mos fakturimi i ujit. Domethënë ne i parë që do e bëjmë është të bëjmë një analizë profesionale të gjithë rrjetit të ujësjellësit dhe pastaj do detektojmë se ku kemi humbje më të mëdha të ujit me qëllim që aty të veprojmë. Sigurisht që ka edhe mungesë të orëve mase të ujit dhe duhet përmes një komunikimi të vazhdueshëm me qytetarët t'i bindim se kjo është hapi më i madh dhe i rëndësishëm për ta zgjidhur problemin e ujit. Plani juaj për menaxhimin me mbeturinat dhe deponitë e egra të krijuara në qytetin e Dibrës? Po, kemi një deponi ilegale e cila përveç që jep një pamje të shëmtuar për gjithë ato që vinë nga Shqipëria në qytet. Ne do jemi, ka një plan rajonal ose nacional për menaxhimin e mbeturinave, e cila parashef që deri në vitin 2031 të formohet një incinerator në Manastir, domethënë në rajonin ku bën pjesë edhe Dibra, dhe unë shpresoj që deri atëherë Dibra të jetë një qytet pa deponi. Çfarë duhet të bëjmë deri atëherë? Ne faktikisht me formimin e incineratorit Dibra do jetë një qytet ku vetëm do mblidhen mbeturina dhe do transportohen për në qendrën në Mavrov, e cila është e përcaktuar, në Manastir, e cila është e përcaktuar. Është një projekt i fituar nga komuna me Republikën e Greqisë, e cila parashef ndërtimin e një pjese ku do bëhet seleksionimi i mbeturinave të ricikluara. Sa i takon deponisë aktuale, ne do e zgjerojmë perimetrin e saj, për shkak se tani është e mbi ngarkuar, dhe të njëjtën do e mbulojmë me një gartë të gjelbërt, me qëllim që qytetarët mos shohin deponi, po të shohin diçka të bukur. Shkurt për shkollat dhe qerdhet, e sidomos shkollat nëpër vendbanimet rurale, dhe në fund edhe për Morgatën kemi edhe 1 minutë gjysmë kohë. Shkollat ne po kemi 3 shkolla të cilat kanë një infrastrukturë të mirë. Kemi një shkollë e cila është ndërtuar në kohën e të ndjerit Ruzhlilata, Gjimnazi i Dibrës. Sa i takon shkollave, unë mendoj se neve duhet të fusim dinamizëm në shkollë, domethënë duhet të ketë sa më shumë aktivitete brenda shkollës dhe për këtë do ndajmë një buxhet nga komuna me të cilën do menaxhojmë parlamentet e shkollave. Domethënë do jenë buxhet ku nxënësit vetë do e projektojnë dhe vetë do e menaxhojnë gjithë projektin. Sigurisht që këtu parashofim edhe bashkëpunimin e shkollave të Dibrës me shkollat që janë afër komunës së Dibrës, konkretisht Mavrov apo Peshkopi. Unë si pjesëtari një organizate jo qeveritare dikur kam pas një aktivitet të këtill ku 8 vjeçarët e Dibrës dhe 8 vjeçarët e Peshkopis bashkë bën një aktivitet kulturor dhe ishte shumë e bukur dhe besoj që kështu lloj aktivitetesh duhet t'i shtojmë në të ardhmen.
Gjysmë minuti i fundit për mërgatin e Dibrës, një mërgat shumë e madhe në Amerikë dhe potenciali i saj për të kthyer dhe për të investuar në Dibër. Plani juaj. Ne jemi të lidhur shpirtërisht, po mendoj se edhe prezenca fizike imja edhe me komunitetin Dibran, jo vetëm në Amerikë, por në Itali duhet të jetë më e shpesh me qëllim që të njihen për të gjitha aktivitetet, projektet e Dibrës, si dhe e kemi obligim moral që atyre të apim transparencë me buxhetin e komunës. Faleminderit për kohën tuaj në Alsat. Faleminderit për ftesën. Ishte kjo intervista me kandidatin e AKI-s për Dibrën. Vetëm pas sigles vazhdoni të qëndroni me Alsat, ne vazhdojmë me informacione të tjera.